Mbi 40% të femrave në periudhën e fundit janë duke u pajisur me leje për vozitje. Ky numër gjithnjë është në rritje. Kandidatët e intervistuara nga të vartë thonë se nevojën për patent çoferi nuk e shohin si luks, por si nevojë të kohës. Jam e regjistruar në autoshkollë pasi që e shoh të nevojshme që të kem leje për vozitje, nuk e shoh si luks, por si nevojë të kohës. Kemi edhe ne femnat nevojë, edhe çdo ditë na duhet vetura për çat. Ke detyrohet të shkosh në shkollë me fëmijë, diçka më tepër për fëmijët. Ndërkaq instruktorët thonë se prej kohës që ata punojnë si instruktor dhe si ligjërues nëpër autoshkolla, dita ditës femrat e moshave të ndryshme gjithnjë e më tepër regjistrohen për të pajisur me patent çoferi. Interesimi i femrave kohën e fundit është mjaft i madh. Si zakonisht vitin e kaluar, në vitin 2014, numri gjysët të na i registrua afër 350 dhe 120 femna ishin. Kështu që afër 40% janë femna gjysët për një vit të natë registruara. Për interesim për vitin e ardhshëm, për këtë vit, 2015, numri është afër 150, prej tyre afër 50 janë femna. Kështu që për aftësimin e femnave, ne kemi angazhuar edhe instruktore femna, të cilët bëjnë aftësimin e tyre. Momentalisht është mjaft interesi i lartë, ka shumë vajza femra të interesuara për të pajisur me leje për vozitje, siç e shihni edhe vetë, në çdo hap ka vajza janë ato që vozisin dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Nevojat familjare i detyrojnë që ata të marrin lejen e vozitjes dhe kohën të cilën ata kanë të lirë, të kryejnë obligimet familjare apo nevojat personale pa mbështetjen e askujt. Me ndryshimet e fundit të ligjit për sigurinë në trafikun rrugor, tani më patenta e shoferit mund të merret nga mosha 16 vjeçare. Në Tetov, interesimi në rritje edhe të femrave për të pajisur me patent çoferi e shohin edhe në dinamizmin e jetës, por edhe në faktin se qyteti është shndruar në qendër universitare.